Pse disiplina stoike, në një botë ku kaos, shpërqendrim dhe stres sundojnë mendjen e njeriut modern, një filozofi e lash rikthehet si armë shpëtimi. Stoicizmi, filozofia e vetë përmbajtjes, qetësisë mendore dhe jetës me virtyt, është më aktual se kur më parë. Dhe nëse ke nevojë për ndryshim, ndoshta është koha të provosh diçka ndryshe. 30 ditë disiplinë stoike nuk është një sfidë fizike. Nuk ka të bëjë me dieta apo fitness. Kjo është një transformim i mendjes. Një rindërtim i karakterit. Një udhëtim brenda vetes. Çfarë është stoicizmi? Stoikët si Seneca, Epikteti dhe Marcus Aurelius nuk ishin filozof të largët nga realiteti. Ishin njerëz në pushtet, të përballur me luftëra, vdekje, humbje dhe padrejtësi. Dhe megjithatë, ata qëndruan të qetë, të përqendruar dhe të moralshëm. Në thelb, stoicizmi mëson se ne nuk kontrollojmë asgjë përveç vetes son. Vlerat më të mëdha janë virtyti, durimi dhe drejtësia. Suksesi i vërtet nuk matet me pasuri, por me karakter. Çdo sfidë është një mundësi për rritje. Dita 1 deri në të 5, fillimi i qetësisë. Dita 1, zgjohu pa ankesë, mos e nis ditën me stres. Zgjohu me qetësi dhe shkruaj, çfarë vërtet varet nga unë sot. Dita 2, mendo për vdekjen, memento mori, jo për të frikësuar, por për të jetuar me vetdije. Koha është e kufizuar, mos e shpërdoro. Dita 3, refuzimi i fjalëve të kota, flisni më pak. Vëzhgoni më shumë. Bëhuni mendimtar, jo komentues. Dita 4, refuzimi i ndjesive negative, nuk je i zemëruar, thjesht nuk po mendon si duhet. Emocionet nuk janë fakt, janë interpretim. Dita 5, bëj diçka të vështirë me vullnet, kalo një ditë pa telefon. Fli në tokë. Ec 10 km. Bëj diçka që të nxjerr nga komoditeti. Dita 6 deri në të 15, forcimi i karakterit. Dita 6, refuzo të reagosh menjëherë, ndalo. Mendo. Reago me mendje, jo me emocion. Dita 7, përballu me kritikën pa mbrojtje. Stoiku nuk ka frikë nga mendimi i të tjerëve, ai njeh vlerën e tij pa nevojë për aprovim. Dita 8, shkruaj një letër vetes, reflekto. Këshilloje veten siç do këshilloje dikë që do. Dita 9, mos kërko faji jashtë vetes. Në çdo situatë, pyet, çfarë mund të bëja ndryshe unë? Dita 10, praktiko faljen dhe mirënjohjen. Nuk ka forcë më të madhe se sa të thuash, faleminderit dhe të fal. Dita 11 deri në të 15, lexo për 15 minuta. Marcus Aurelius, mos anko për 24 orë. Mos e përdor rrjetin social për një ditë, jeto një ditë si të ishte e fundit. Ndihmo dik pa kërkuar kthim. Dita 16 deri në të 25, zgjerimi i mendjes. Dita 16, prano realitetin siç është. Stoiku nuk jeton në ëndra, por përqafon botën me gjithë të mirat e të këqijat. Dita 17, praktiko. Vetë reflektimin në fund të ditës, pyet veten, a jetova me virtyt? A reagova me urtësi? Dita 18, përballu me ndonjë frikë të vogël. Frika është një iluzion. Stoiku ecën drejt saj me kurajo. Dita 19, mos gjyko askën për një ditë, mos mendo se e njeh rrugën e dikujt tjetër. Mjaftohu me përmirësimin tënd. Dita 20 deri në të 25, ushtrime frymëmarrjeje për qetësi. Shiko një lindje ose perëndim dielli, bëj një punë të ndershme pa shpërblim, largo një zakon të keq për 24 orë. Lexo një tekst klasik filozofik. Dita 26 deri në të 30, zgjuarësia dhe pranimi. Dita 26, prano çdo ndjesi pa luftuar me të. Stoiku nuk i mohon emocionet, por nuk lejon që ato ta kontrollojnë. Dita 27, refuzo të bëhesh viktim. Ti nuk je ajo që të ndodhi. Je ajo që bën me atë që të ndodhi. Dita 28, kërko urtësi, jo të drejtë. Të kesh të drejtë është e përkohshme. Të kesh mençuri është jetëgjatësi. Dita 29, jetë me qëllim. Nuk je këtu për të konsumuar, por për të ndërtuar. Për të kontribuar. Për të jetuar me vlerë. Dita 30, vetëm një pyetje, cili njeri po bëhem? Përfundim, kush do jesh pas kësaj sfide? Pas 30 ditësh, nuk do jesh njeriu perfekt, por do jesh më i kthjellët, më i qetë,
Më i vetëdijshëm. Do kuptosh se forca nuk qëndron në dominim, por në kontroll. Që fuqia nuk qëndron në zemërim, por në përmbajtje. Që jeta më e mirë është ajo që jetohet me qëllim, mos e shtyj. Fillojeni sot. Një ditë, një hap, një vendim, bëhu stoik. Jetëso virtytin. Ndrysho jetën. 10 gjëra që duhet t'i bëni çdo mëngjes, udhëzime nga stoikët për një jetë të fortë, të qetë dhe plot qëllim. Struktura do të jetë kështu: fuqia e mëngjesit në jetën stoike, një përshkrim i përgjithshëm mbi rëndësinë e mëngjesit, si e shihnin stoikët fillimin e ditës dhe pse ai moment është çelësi i karakterit dhe suksesit. Zgjohu herët, fito luftën që para se të filloj. Referencë nga Marcus Aurelius dhe Seneca mbi disiplinën dhe përfitimet e zgjimit të hershëm. Nuk është rastësi që njerëzit më të suksesshëm dhe mendimtarët më të thellë janë zgjuar herët. Edhe stoikët besonin se mëngjesi është faza më e pastër e mendjes. Mark Aureli shkruante: nëse ke lindur për veprim, pse fle? Kur zgjohesh përpara botës, ke një avantazh të pakrahasueshëm: qetësi, kohë për veten, pa zhurma, pa presione. Kjo është koha për të formsuar ditën tënde para se ajo të marrë formën vet. Falenderohu për jetën. Reflekto mbi fatin dhe vdekshmërinë. Praktika e memento mori dhe vlerësimi i çdo dite si një dhuratë. Çdo mëngjes është një dhuratë. Në vend që të nisim ditën me ankesa apo stres, stoikët na mësojnë ta fillojmë me mirënjohje. Mos shiko çfarë të mungon, por çfarë ke: shëndetin, familjen, mundësitë, vetjetën. Ky ushtrim i thjeshtë ndryshon gjithë energjinë me të cilën e përballon botën. Kujto vdekshmërinë, memento mori, mos harro se do të vdesësh, jo për të trembur, por për të nxitur të jetosh më mirë. Kur e kupton që koha është e kufizuar, nuk e humb më kohë. Nuk grindesh për gjëra të vogla, ti e sheh çdo mëngjes si një mundësi për t'u bërë versioni më i mirë i vetes. Përgatit mendjen për vështirësi, parashiko sfidat e ditës, një ushtrim mendor i stoikëve për të mos u thyer nga pengesat, por për t'i pritur ato me forcë dhe qetësi. Përcakto qëllimet për ditën. Një ditë pa qëllim është si një anije pa busull. Stoikët ishin strategë të jetës. Çdo mëngjes pyet veten: çfarë dua të arrij sot, si dua të sillem me të tjerët? Cilat janë sfidat që mund të shfaqen? Kur dita ka një strukturë, edhe mendja është më e qartë. Mos u var nga emocionet, vendos parimet përpara reagimeve, si të kontrollosh veten kur bota është e paparashikueshme. Mençuria stoike kundrejt reagimit impulsiv: lexo ose dëgjoj një mendim të madh, ushqim për mendjen, sugjerime për lexim të shpejtë të teksteve stoike ose të ndonjë reflektimi filozofik çdo mëngjes. Parashiko pengesat. Premeditatio malorum. Një nga teknikat më të fuqishme stoike është të mendosh për skenarin më të keq dhe të jesh gati për të. Mos shpreso që gjithçka të shkojë vaj, përgatitu që disa gjëra të mos ecin, kështu nuk tronditesh. Kur shefi bërtet, kur rruga mbyllet, kur dikush të zhgënjen, je tashmë i përgatitur mendërisht. Puno me qëllim, çdo veprim me vëmendje, jo thjesht të jesh aktiv, por i ndërgjegjshëm në veprimet e tua. Dallimi mes punës së zhurmshme dhe produktivitetit me qëllim. Kontrollo mendimet dhe emocionet. Stoikët nuk ishin të ftohtë, por të vetëdijshëm. Ata besonin se njeriu i mençur nuk është ai që nuk ndjen, por ai që nuk lejon emocionet ta kontrollojnë. Çdo mëngjes merr pak kohë për të vëzhguar mendimet e tua. Janë pozitive apo negative, të ndihmojnë apo të frenojnë? Nëse i kontrollon ato, i kontrollon jetën. Kujdesu për trupin. Trupi si tempulli i mendjes. Si i trajtonin stoikët aktivitetin fizik dhe lidhjen mes trupit të fortë dhe shpirtit të qetë. Shërbet të tjerëve, bëhu i dobishëm dhe i dhembshur. Jo gjithçka është për ty. Stoicizmi është edhe për të qenë pjesë e komunitetit dhe për të kontribuar. Puno në heshtje, lëri rezultatet të flasin. Disiplina e heshtur. Si të qëndrosh i përqendruar dhe të mos krekosesh. Mbaj një ditari. Reflekto për veten para se të dalësh nga shtëpia. Journaling si mjet i fuqishëm për rritje personale dhe ruajtje të ekuilibrit. Lexo një fragment stoik. Vetëm një paragraf nga një libër i Mark Aurelit apo Senekës mund të ndryshojë ditën. Është si të marrësh një vaksinë filozofike për sfidat që të presin. Zgjidh një fjali. Medito mbi të. Ktheje në mantrën e ditës. Shembull, nuk janë gjërat që na shqetësojnë, por gjykimet tona për ato.
Epikteti bëj diçka fizike, trupi dhe mendja janë të lidhura. Një trup i dobët krijon një mendje të paqëndrueshme. Ushtrimi, ecja, stretching, frymëmarrja forcojnë përqendrimin dhe disiplinën. Stoikët praktikonin vetë kontroll edhe fizikisht. Sepse një trup nën kontroll ushqen një mendje nën kontroll. Përkujto vlerat e tua, kur ditët bëhen të vështira, kujto pse je këtu, mos jeto sipas dëshirave të tjerëve, kujto vlerat që të përfaqësojnë, drejtësinë, ndershmërinë, guximin, durimin, thuaj vetes, sot do të jem njeri me karakter, pa marrë parasysh çfarë ndodh. Përfundim, jeto si një stoik çdo ditë, një përmbledhje frymëzuese që të fton të zbatosh stoicizmin në jetën e përditshme.